Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga i falë dhe ndihmë kërkojmë. Të ndershëm vëllezër, do të flas për një fjalë që shumë herë përmendet, e ndonjëherë kemi dëshirë me përmend, ndonjëherë frigohemi me përmend. Po pse këtë fjalë? Për shkak se kjo fjalë ka shumë domethënie edhe shumë kuptime. Fjala gjihad, në kohën e fundit, është keq kuptuar, posaçërisht 10 vjet, 20-30 vjet e fundit, 20-30 vjet e fundit, është keq kuptuar, është keq përdorur shumë, edhe e kanë bën mos me përmend se mos t'i friksojmë njerëzit. Domethënë kështu e kanë lujt lojet, që këtë fjallë me hek nga përdorimi, sepse pas ka një domethënie shumë të keqe, që nuk është e vërtet. Pse të ndërshëm vëllezër? Sepse në Islam fjala xhihad nuk është vetëm luftë. Kur thuhet xhihad, i vjen veç me vrap. Kështu domethënë bota, që ashtu e ka perceptu edhe e ka imponu që njerëzit ta perceptojnë dhe të mendojnë se a thot dikush xhihad duhet me ikë pjatë vendet se mundet me ndodh diçka. A është ashtu? Do me thonë tash në botë. Me thonë jam të shku në xhihad me njerë. E i thot, jo, jam të shku në xhihad, në shkollë jam të shku. Po pse tha xhihad? Po mirë për në shkollë me shkollë xhihad, mu lodh. Fjala xhihad o mundu, me bo përpjekje. Nuk o xhihad veç me vra. Ose me bo përpjekje dhe lodhje të vazhdueshme për me mbrojt fejnë, me mbrojt moralin, me mbrojt drejtësit, me mbrojt familjen. Është xhihad. Të ndeshëm vëllezër, xhihad fjala në gjuhën tonë shqip, mund ta përkthejmë si përpjekje, mundim, lodhje, ose sakrificë. Në aspektin terminologjik, ose në shariat, fjala xhihad do me thonë me bon përpjekje me kënaqë Allah subhanahu wa taala në mbrojtje të vërtetës. Allah në Kur'an thotë walladhina jahadu fina, ata që përpiqen për ne, për Zotin, lenehdiyannahum subulana. Allahu thotë ne do t'i udhëzojmë ata në rrugën tonë. Të dërshë vëllezër, fjala xhihad o rruga e udhëzimit, rruga drejt udhëzimit, e nuk është vetëm me vra, nuk është vetëm me luftu. Unë do t'i përmendi llojet e xhihadit në Islam, ose llojet e sakrificës, llojet e mundimit e ose mos të ikim nga kjo fjalë, llojet e xhihadit. U kri puna. Kur thuhet xhihad, disi më bukur kuptohet. A dini xhihadi më i madh cili janë? Me luftu epshin. Shembull, ka ndodhur lufta prej merë shembull Maqedoni. Prej sa shqiptarët janë Maqedonia, sa shqiptarë i ka. Nuk shkon 100.000 me luftë atje. 2-3.000, 5.000, 7.000, 10.000, s'ka lidhje. Ama ato 100.000 tjerë, për ditë du të me bo luftë me epshin. A me e bo që këtë gjuna mës me e bo. A me hin haram, a mës me hin. Se xhihadin luftë, me luftu është kryesori. Kryesori. S'ka, qatë kuptime ka xhihad, me luftu për hir të Zotit në drejt, kur je në drejt. Po që s'gjat 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet, u kri xhihadin luftë. E pastaj e mu dërzua. Jo, du të me vazhdu. Du të me vazhdu të ndeshën vëzër me luftu e epshin. E para, e dyta, me luftu kundër mëkatit, se mëkate për ditë mund me bë. Edhe e treta,
me qenë qëndrueshëm në bindjet tona, mos me na ndryshum me mendjen tonë dhe mendimin tonë për ditë. Bota ka interes me na ndryshu neve, me na bon ndrysh. Bota ka interes, shembull, asnjë musliman mos me non këtë botë. Me pas mundësi, me i bon krejt ata çka duan ata. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsuhu fi ta'atillah. Mujahid është ai i cili e lufton veten e tij në bindjen te Allah subhanahu wa taala. Si luftohet, shembull, thirrë zoni Asis. Edhe ti tash lufton me veten. A me dalë, mos me dalë, me dalë, mos me dalë. Në momentin që dole në xhami, fitove. Nuk dole humbe. Që xhihadin në momentin e namazit e humbe. Ti tash se do fone për sevape. Sevape në shtëpi më fal, s'ka problem. Ama çat luftën që e patë me vetveten e humbe. Para mendoj me qenë luftë për ne me çket bindje. Sa lehtë e humb luftën me vetveten për në xhami. Para mendoj nëse duhet me shku për ne me luftu edhe me thonë atë, ka mundësi me mbet në dimnit në përmale me jaf pa mbulu. Mund mi më ngri. O dhe kështu, po çka mendove, po nuk o xhihad veç me luftu. Cëllën duhet be? Ma të regot cëllën duhet me? Jo, ti mund është 3-4 vetë, as një njeri armik mës me e pa hiq. Mund me mend ka 2-3 javë pa gjumë. E dite se s'kina dëneru shtim duhet me hangë kaos, duhet me hangë bari. Po edhe kjo pjesë e xhihadit ta. Nuk o xhihadit veç me vra ose me të vra. Kretë kjo o xhihad, o vëzër. Me bo përpjekje, me bo lodhje, edhe me qeni qëndrueshëm, edhe me pas bindje në Allah subhanahu wa taala. Mujahid do më thonë ai i cili lufton me veten e tij. Sepse i bindur se Allah subhanahu wa taala është një dhe nuk ka zot tjetër përpos tij. Kjo është xhihad i përditshëm. Në 8 ditë ne mundohemi dhe bëjmë xhihad me vetveten, me egon tonë, me mendjen tonë, me psikologjin tonë, me psiqikën tonë, ku e diune, me dëshirat e tona, jo pas njëshme. A me ba, mës me ba, me shkua, mës me shkua. Për ditë shmëri. Të ndeshë vëzër, o një lloj xhihadi që, jo që s'ndodh, ama disi ka në fundit është zbej. Xhihadi në dije, xhihadi në ilm. Mësimi i fesë, me mësu fejnë, a është xhihad apo nuk është xhihad? A është xhihad. Para mendoj me qenë kitë të ushtruar për luftë, ama asnjëri mos me ditë me dalë imam. Për shembull, 100.000 ushtar janë përgatitur xhihad. Hajde imam valla s'diu. Hajde imam s'di. Si vëzdini? 100.000 ushtar xhihad dini me shku, s'dini me dalë imam. Dështim katastrofal. Se nuk ka xhihad me shku me luftu. Duhet me kanë dikush i pari atë. A duhet me qenë dikush i pari, po. Po duhet me pas ilm, duhet me pas dituri. Pse se të ndreshë vëzër, mbrojtja e vërtetës nuk bëhet vetëm me armë. Bëhet me dituri. Pse? Po nëse ka ndodhur një kiç kuptim, një mosmarrveshje, kush ka me sqaru, kush ka me rregulluar? Arma, jo, edhe se rregullon arma. Arma vetëm se e bën problemin më të madh. Dituria. Fas'alu ahle dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni njerëzit e ditur nëse ju nuk e di. Të ndërshëm vëllezër, lloj tjetër, xhihadi në fjalë. Posaçërisht në Ramazan. Të ditën pa bukë pa ujë. Ato që pinë dohan, pa dohan, për gjunadi, bashkë më dhimën, për në fillim edhe vetja, para mendohet, për shembull, para mendohet, pa bukë pa ujë, pa qejë ferri, opa, shaj filanin. Bangi bet tu, bangi bet ati.
Po pse lodhesh me vlla kallave një, knaçu. Knaçu se ti Zotën vetë pse se ke kallë, se Ramazanin e ki problem shumë, Allahu alemat mund ka bu. Se gjihadi me mbajt gjuhën. Me mbajt gjuhën. Gjihadi të dërse vëllezër me gjuhë, me gojë, me ia dhon dikujt një këshill. Mi thonë, kjo e vepre e mirë, vazhdo. Kjo vepre e gabuar, mos e ban. Gjihadi kur t'imponohet me rrejt, nuk rrejt. Gjihadi kur epshi dhe ego don me bon gibet, nuk ban. Gjihadi kur t'imponohet, ose qefi i jot, shpirti dhe zemrë të kohë qef, me shajt, dika ti thu, jo valla nuk e shajt. O nënçmoj, nuk e nënçmoj. Në më thonë, e ban një luft. Si në fillim që e bërë me vetë vetën, tash me gjuhën tande e ban. Pse se gjuha, shumë e keqe, sa njeri daja ka hangë se s'ka dit me folë ku duhet, ose ka folë gabim. Por në me bash kam gjika dhe daja ka hangë, dhe sot e këse ditë e vazhdojnë. Pse ve kanë rej, valla kish folë, ku se zdum, nuk është dash me folë, e ka folë. Opa. Çka thot pejgamberi alayhi salam për ata që duhet me folë? Afdalul jihadi kelimatu haqqin, jihadi më i mirë është nëse e thu fjalën e vërtet te sultani i padrejt. Shembull i shkon sultani te një aty. A e di që gjë sultani i ka mshel 10.000 vetë në burg. Pse kanë folë? Ti prap nëse shkon bismillah te sultani. O sultan gabim e ki. Ti çka dush ban? Ama që valla në gabim e ki. Që janë fjallë, që janë gjihadi. Ama ku mi gjetë të njerës? Ki pa shembull Amerika me Iranin luftojnë atje, ne këtu shteti, njoni ka Amerika, njoni ka të bon politike. Se me dëna që ne Amerikanë hanë bari, se dina të kush me celina. Ne, ka jeni ju, ne e përkrahim Amerikën. Kjo rrenë. Kjo me thonë të qka që se beson vetë. Ose ti ka jeti, unë ka Irani. Ti e pas ke knaqë kretë më. Me babën tanë, helbet, jo, me babën nuk jam dhe me nanën. Me familjen time nuk jam, me vllavin jo, me motrën jo. Me Iranin, me Amerikën. A e kuptoni të qka ndodhë të ne? Del pres konferencë, ne e përkrahim luftën, ka filani na. A pse ka pa drejtësi, pse s'ka sa problem. O që kjo gjuhë, që po e thamë tash. Kjo, gjuha kur përdoret për me shkatru popullin tanë dhe miletin tanë dhe nuk e vërtet. Ama, dunjoja i di punë, kush me cëlina. Ne du të me qenë me të vërtetë, në vëzër. E qëto puna, cëli hot, cëli besimtar, cëli haxhi, cëli politikan, dele dhe thotë të vërtetën. Shumë pak. Shumë pak se frigohen. Edhe për të njone që kam tha. Tha, mos i jep zor shumë. Jo mu direkt, po në përgjësi, për në gjallartë. Me të regu të vërtetën se së në levizni as pishkupit si në medalë. Edhe unë analizova, thash, për një me mire kishë pasej. Vëlloj, për një me kjo mundet me ndodhë. Si të anisish me të regu për një mes se qka duhet me thonë, kur që ka ishë kofi, ta bajnë një farë muhabeti atje. Thonë ti, shumë i mensëm më së banë. Të më thonë, ne kina njëzit mensëm. Ju s'duhet më konë të mensëm. Ju vlau, shkojnë në gjami që ti fali, kajni natën, shte namaz natë e gini, sa më shumë qajni, edhe politik, Amerika, Rusia, Izraeli, Irani, Shqipnia, Kosova, jo muslimant, s'ka. Jo gjihadin e kini vetë gjami. E në mësë si të dini jashtë, nuk kini me asgjapun. Ne nëse e prajnë në këtë, kina me dështu se cilën herë. Amo nëse e luftojmë këtë mendim, inshallah përpajdo, mos sot nesë. Edhe një gjihad tjetër është gjihadi me pasuri. Me dhanë pasuri.
Të ndërshëm vëllezër, ndihma ndaj të varfërve, mbështetja të mirës, e mira e lloj-llojshme, edhe ruajtja e ummetit. Allahu thot gjahidu bi amwalikum wa anfusikum. Bëni xhihad me pasuritë e juaja dhe me trupin e juaj. E tash ne, nëse vjen dita, mundet me ardhur një herë me luftu? Po, kanë luftu muslimanë këto troje, inshallah s'vjen, inshallah nuk s'provojmë, po vjen dita, luftojmë prapë. E bëjmë paqen, nuk li punë. Nëse na për luftë, duhet me luftu, luftojmë, duhet me bë paqe, bëjmë paqe, s'ka problem. Ama xhihadi me armë, xhihadin me armë nuk e bën secili o vëllezër. Xhihadin me armë e bën një udhëheqësie mendshme, e ditur, që duhet me ditë pse e bën. A janë kushtet e pjekura me bën luftë. Po, qenë kanë ku. Po nëse bëjmë luftë, a ma shumë humbim, a ma shumë fitojmë. Duhet me pas analizat thella. Që tash po i ndëgjoj unë e lajmet, tash kanë rënë hall edhe Amerika dhe Irani, edhe Izraeli. Lajme, po çka po thon lajme tash, unë hapën e më. Duan me ndal luftën, s'din si ta ndalin luftën. Pse se kanë himën e luftës, se kanë bën plan mirë. Tash Amerika thot, unë kur duhet ndali luftën, këto të Irani thonë, ja, ne kur duhet ndalim luftën. Cen këto tjerë këto, Izrael thot të, se këto zotin me ndal luftën, se kanë vendon se këto pa luftë se njëtojnë. Këto mës me vra njerëz se njëtojnë. Këto thonë, jo, ne kur duhet ndalim luftën. A dhe pse ndodh kjo? Ndodh kjo se s'ka në botë tjetër forcë që pak e qetëson situatën. Thot, hajde as ti se ke mirë. Pse o vëllezër? Bota unë se di ka të shku, ama prap se prap, çka do të ndodh akuzohen muslimanët. Unë s'po flas tash për Iranin. Irani ka bën masakra, Irani ka vrarë muslimanë shumë. Irani më shumë ka vrarë se Izraeli dhe Amerika, dhe askush s'e mamush mendën se nuk është në vërtetë. Nuk do të thonë se Izraeli është në vërtetë, nuk ka në vërtetë hiç, ama në këtë rast Irani ka shku më shumë. Në Siri, në Irak, në Yemen, më shumë Irani ka vrarë muslimanë se sa Izraeli. Se më të folën për punë globale, më të folën për çka punë, temë. Edhe na tash do njëherë nga inati, prapë Irani më i mirë, jo, nuk ka më i mirë. Nuk shkojnë këto punë me emocione. Nuk shkojnë me këto punë me emocione. Do të me tregu hakun dhe me thonë të vërtetë. E di si ju matricin në xhami, di futboll ku shohim. Sa do që e ka ekipi jot, ku e di kush janë. Po s'din me lujt aty, s'e nga lujt mirë. Çka me bën tash? Mos më aqujt fitoren ative tjerëve. Ja, ato fiton. Nuk shkojnë punë me emocione. Por aska këtë ndeshë vëllezër, Irani, çka ka bën Irak, çka ka bën Siri, çka është duke bën Yemen, çka është duke bën Liban, këtë të shteti i ka shkatru. Yemenin e ka ndodhur 2 pjesë, Irakin e ka ndodhur 3 pjesë, Sirin, 1 milion njerëz i ka vrarë Siri. Tashmë jo se i përzon, e ndrun shtetin, në Libani, problem. Unë po e përmendi që mos mërziti ju, se vallajve shumë ne duhet me bën kështu do. O Allah, ne nuk kemi qef me pa njerëz duke u vrarë në botë. Ama Allahumma ahlike adh-dhalimin bidh-dhalimin, o Zot, shkatroj zullumqtarët me zullumqtar. Shkatroj të padrejtit me të padrejtit. Shkatroj të këqit me të këqit. Këtë doa mund me dhe në lejot me e ba. Ama me hi, janë dëse njerëzi, ju shkojnë një 20 ditë Ramazan të u marrë me punë të huja. E ma mirë se më marrë me punë tana, nuk ka. Po xhihadi me armë, lejohet me kushtet të caktuara, e jo kujtohet me nis luftën, e mëse s'di me si me dalë prej luftët. Qatë do është me spjegu, xhihadi ndodh për mbrojtje të ndërshëm vëllezër.
Mu mbrojt, e mbron shtetin, e mbron familjen, e mbron fenë, e mbron kampin, e mbron shtëpinë. Edhe xhihadi ka rregulla strikte. Ka rregulla strikte, nëse realizon atë rregulla quhet xhihad. Nëse nuk e realizon atë rregulla nuk quhet xhihad. Thot Allahu në Kur'an wa qatilu fi sabilillahi dhe luftoni në rrugën e Allahut subhanahu wa taala alladhina yuqatilunakum. Cilin ta luftoni? Luftoni ata që ju luftojnë juve. Wala ta'tadu, edhe mos ju bëni padrejtësi njerëzve. Islami nuk lejon agresion. Islami nuk lejon padrejtësi. Ne musliman çka bëjmë o diçka tjetër. Unë jam duke folur për Islamin dhe fenë Islamit. Të dashur vëllezër, pse me kuptu xhihadin o thelbësore? Duhet me kuptu musliman fjala xhihad, e dini pse? Që mu largu nga ekstremizmi, mu largu nga dhuna dhe mu largu nga keq interpretimi që ja bën njerëzit xhihadit në botë. Po ata që e kuptojnë fjalën xhihad, pastaj janë të drejtë ose punojnë me drejtësi, punojnë maturi, punojnë me mençuri dhe i ruajnë jetët e njerëzve. Ka njerëz në botë që janë të interesuar vetëm se me i vrajnë njerëzit. Ndërsa na musliman duhet me u interesu dhe me punu se si me i mbrojt njerëzit nga vdekja. Pejgamberi Islam luftën e Bedrit të ndërsa vëllezër e ndaloi vrasjen e civilëve. Civil janë, më thonë, njerëzit që nuk janë të veshur si ushtar, nuk janë ushtarak. E para, dita, luftën e Bedrit e ka ndalu shkatrimin. Çka të gjenë, me shkatru, ja. As gjan nuk shkatrohet, vetëm se mbrohet. Edhe ka ndalu tradhtir. Se nëse luftat i ka hub dikush në botë, i ka hub për shkak të tradhtisë. A ka ndodhur tradhtia në lufta ka ndodhur. Të dashur vëllezër, çka ndodh nëse bëjmë xhihad pa dije? A ndodh në botë xhihadi pa dije? Po. Ndodh, ka grupe të caktuara që në 8 ditë xhihad, ama nuk kanë lidhje me xhihad. Nuk kanë dije për xhihad, nuk dinë asgjë, por çka ndodh nëse bëjmë luftë ose xhihad pa dije? Derdhin gjak të pafajshëm e para, e shkatrojmë imazhin e Islamit dhe imazhin e besimtarëve dhe muslimanëve dhe ndajmë dhe përçojmë umetin. Edhe kjo ka ndodhur. Sot kishte ditë umeti, unë jam ka filani, unë jam ka filani, unë jam ka filani. Ti që je ka filani, a e di filanin për shembull gjak? A e di, a ka dije, s'ka dije, a ka prirje për çfarë punë? Jo, unë nuk shkojnë të punë me emocione. Këto shkojnë punë me të vërteta dhe me dituri. Xhihadi në realitetin sot si duhet me qenë? E para, hajtë bëjmë xhihad të dërshëm vëllezër se si të ruajmë familjet tona. E dyta, xhihadi më i madh është edukimi i fëmijëve tonë. Ndershmëria në punë. Nëse nuk kemi nder në punë, binem tur po me përmend fjalën xhihad. Do të me bëj durim sprova. Të natë ditë xhihadi dhamit dhe me kjo si fëmijë. Dhami be ka dalë me xhihadi si janë se bin sabah më mrinë atje në Kalkuta, në Indi. Son po të dalim. A dhami pak dhem. Duro. Në sprova do të me duro njeriu. Para mendojnë dhe një dhimbje më e madhe dhe një problem më i madh. Thënia e të vërtetës. Xhihad, tash problemi më i madh i xhihadit, kush ka më thon hakun. Luftë jo se jo, po edhe hakun kush ka më thon. E ka disa burra alhamdulillah që janë duke e thon hakun dhe vazhdojnë me e thon hakun. Po në fund Ahmed ibn Hanbali të ndeshën vëllezër, në kohën e tij ka qenë një mesele shumë problematike, saqë janë përkthyer disa libra të filozofisë, edhe tash kanë thonë, ja kanë nisë me mendu atë se Kurani i krijuar. Ndërsa Ahmed ibn Hanbali ka pas mendimin dhe shumë ehlusuneti dhe xhamati e kanë mendimin se Kurani fjala Allah subhanahu wa taala.
Kurani është fjala e Allahut, nuk ka i krijuar, nuk ka Kurani sigur ku e di, si toka që ka kriju, njeriu ka kriju, dielli ka kriju, hana ka, gjithçka ka kriju. Ama Kurani nuk është i krijuar. Kurani e ka thënë Zoti. Fjalë e Zotit. Edhe tash tu ka hi problemi. Edhe Ahmed ibn Hanbelin ka mbyllë në burg. Khalifja Ma'muni. Edhe ato i ka thonë dikush, ndroje me mendimin, nëse ka mbyllë për ne kanë torturu, ndroje mendimin. Ja, ka thonë, talebët që ati të dritare janë pritin, me bon me thonë unë tash, nga qyteki pëse në duroj, me thonë me gabu, ato talebët kanë me shpërndarë, në sot e këshmi mësu, që Ahmed ibn Hanbeli ka thonë, Kurani është i krijuar. A nuk e di unë sa qytekin e ka unë poshtë. Unë e di që ka thonë ai. E tash, për e themi që Ahmed ibn Hanbeli ka duru, ka bon gjihad. Ka bon gjihad, tu po du me ka bon gjihad. Edhe nuk e ka duru, ka thonë, para sultani ka thonë, o, Kurani, jo fjale e Zotit. Jo dush me thonë politikë, jo nuk me të rëson mu. Politikë o diçka tjetër, ty bon politikë për qatë punje. A mu më bjenë me thonë hakon dhe në vërtetë. Të ndeshëm vëzër, gjihadi nuk është kas, nuk ka rebelim, nuk është urrejti ndaj njëri tjetrit, por gjihadi është përgjithësi, është morale, kështu me radhë. Inshallah Allah na udhëzon e të gjithë së bashku në xhenet na thonë selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urdhëzës. A kem mbledh fitra hiç? A ke dhe në pyetje, kush ka dhe në pyetje të ndeshëm? Hadi ju vëllezër, ju tjerët, kush don me vetë diçka nëse don dikush me vetë? Bërtit pak se nuk të gjej. Me mësu qka? Ilm të të ri? Jo, bet gjemati du të marrë të hoxha. Ja, dëgjo tash. Edhe gjemati du të më respektu hoxha në këtë rast, në zonësit asimtarin, studentët, profesorin, fëmijët, babën, do më thonë, kështu kitë lidhje të. Po edhe hoxha du të më respektu gjematin e vetë, gjemati du të më respektu hoxhën e vetë. Që problemi më i madh ku po ndodh tash. Po ndodhë shembull që se cili atë vetin nuk ja di vleftën. Apo, ta zam, o, filon hoxhe, tap në esri vdes baba, o gjë, hoxhën e vetë e dirë. Ka dalë be ty, mus, që 3 muja së të kom pasëm ke thiras, të nga nejnë mas dënjas, filon hoxha, ta është tap në zorë, të hoxha jo, ta. Du të me respektu, si cëllë e respekton fillimisht hoxhën e xhamisë, hoxhën e vetë, e respekton profesorin e vetë, e respekton babën e vetë, e respekton arsimtarin e vetë. Edhe hoxha nuk banë më majtë me këtë dënjan e me ahru gjematin e vetë. Komandant hoxha po do me bo pytja, të veç ta përmëndoj. Do me thonë të dëshë vëzër, a zëtja ishe kështu ka thonë. Kryetari shtetit, hoxha, kryetari komunës, ku e dio, prindi, duhet, ose hoxha me gjematin, hoxha litarin, ka dhe gjemati ka në tjetër. Kështu a zëtja ishe, thot. Edhe hoxha e gref tash, e qënë gjematin mas veti, ku do me qu? Gjematit nuk i pëlqenjë, e ndalë, ka dalë, upa. Gjemati janë isë me e marë hoxhën, ku do me qu atje? Kër e shë hoxha që gjemati ka marrë ka e prapa, e nalë pak. Një herë e qënë ka hoxha, njerë ka gjemata, ma ju me këput. A tërkuzën nuk vanë me këput. Ama me që më njerë ande, njerë kënde nuk prishku. Bujnë më zërë. Bërtit pak, nëse kom ngritë zërë, nëse mund është pak.
Po. Është një hadith që shumë thjesht, sin komplikime, se ka mundësi me agjeracion. Që thot Allah në bishirën atë safet e drejta. Që kjo që për bëjmë safet me karika. Ama të shparasysh se edhe fetfoja e lejtë, a do të përmoha apo vështë të prish me rejnë. Dhe unë s'me kam gojën e që të përse shka ko. Po që në të kërja për më prish namazi, dhe më 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 pranë namazi. Po edhe në ditë tjetë, po. Ka shumë të leta, të mira, që kem të shumë që mes në tonë të dole. Vita to që janë Pyetja të ndeshën vëzër është për ato që falen ullën në karike. Tash kjo mesela është pak me komplikume për me dhonë përgjigje më njerë, po se jo. Shembull, ka dietarë që thonë që mos me i pengu ato me karike që janë të pamundshëm, xhamatit, dietarë disa u kanë thonë me u falë në fund xhamisë, në fund. Unë për vete, a pajtohem me këtë fetva, nuk pajtohem. Ama ka fetva, ka. Ka fetva, shembull, ata që s'mundën, si të hinë të xhamia të në fund. Unë shembull, unë jam me fetva që në saf. Mirë po me e bo një vend pak më të posaçëm për këta që janë të pamundshëm. Unë e kam thonë shembull në xhami tonë, atje në djatë, a i në morë vesështën. Të ne në xhami, dhe me thonë xhamati jonë, ato me karike, edhe ato me karike, dhe ato du të me mu safë. Për ato që janë me këtë fetva që për thamu. Ato që janë me këtë fetva. S'jam kundër atyre që thonë, jo valla në fund du të më falu. U bon, fund. Ama me vendu një regull, si sa do xhami e ka regullin e vetë. Ne mendoj që në xhami tonë nuk gëzim me leju, tash kujt tim teke që do me bon. Ne në xhami tonë kështu e kena regullin. Ata që janë pamundshëm dhe falen me karike, me pas mundësi më folë që atje në djatë këtë mira. Këtë bashkë. Helbet e mushin njëri tjetri safin. Ama një atje me karike, një këtu, një atje, pas këtu problemi dhe komplikot, puna dhe safët ndahen. Was safati safa. Allah subhanahu wa taala është bejton në safët e drejta. O muslimat nëse nuk din xhami mi drejtu safët, para mendoj në vende tjera. Po, e vërtet. E tha, o zotit s'problem, bëhet më abete për komandant Hoxhën, për ne këtu, për ato në kamel që kanë me në dëgju, këtu komandant Hoxhën e kemi të lojës tonë, ka qenë ish e prori i UÇK-s. A ka diçka në një pyetje tjetër? Edhe me pas pyetje më koha, rasim nuk më lejon për ka bëjt diçka se, mirë, aqë që më të shpia për shimë. Faleminderit, selam aleikum.